titullin Vlera e të vërtetës së beslidhjes së re, le të mendojmë se sa të çmuara dhe të vlefshme do të jenë dita e Shabatit, Pashka dhe festat e ndryshme që i festojmë sot në mbretërinë e qiellit. Le të marrim pak kohë për të reflektuar mbi këtë së bashku. Nëse e mbajmë ditën e Shabatit, do të bekohemi apo jo? A e din dokush se sa vlen ky bekim? Pavarësisht se sa gjeri hapni krahët për të shprehur se sa i madh do të jetë bekimi, nuk mund ta vlerësoni plotësisht vlerën e tij. Le ta llogarisim atë në terma monetar. Sa mendoni se vlen? Sa e vlefshme është dita e Shabatit që po bëjmë çdo përpjekje për ta mbajtur me gjithë zemrën, shpirtin dhe mendjen tonë? A nuk duhet të ketë një arsye për ta mbajtur këtë ditë të Shabatit pavarësisht dhjetëra pengesave, shpifjeve dhe talljeve? Po sikur 10 miliard dollar? Po 100 miliard? Çfarë vjen pas 100 miliardësh? 1 trilion. Çfarë është më e madhe se 1 trilion? Nëse themi, kur e mbajmë këtë të vërtetë, do të vlejë dhjetëra trilion dollar në mbretërinë e qiellit, mund të krijojmë një ide të përafërt se sa e madhe është vlera e saj. Megjithatë, vlera e 1 trilioni dollar në këtë tokë nuk është asgjë në qiell. Meqense ka një vlerë kaq të madhe, të gjithë shenjtorët e kishës së hershme e ruajtën besimin e tyre deri në fund, edhe pse u bën ushqim për luan. Ata u përpoqën ta përcjellnin këtë te ne që jetojmë në këtë epokë. Vlera e saj nuk mund të shndërrohet në asnjë njësi. Ka një kuptim kaq të thellë në të. Kjo është arsyeja pse Perëndia bëri çdo përpjekje për t'ua dhënë këtë beslidhje të re të vlefshme fëmijëve të tij, madje edhe me koston e jetës së vet. Ka një vlerë kaq të madhe në botën shpirtërore. Le të shohim librin e 2 të Korintasve, kapitulli 4, vargu 26. Prandaj nuk na lëshon zemra, por, edhe pse njeriu i jashtëm shkon në shkatërim, ai i brendshëm për të rihet nga dita në ditë. Sepse trishtimi i lehtë që është vetëm për një moment, prodhon për ne një peshë të pamas e të pashoqe të amshueshme lavdje. Ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Duke parë vlerën e ditës së Shabatit dhe të Pashkës në botën shpirtërore, ne duhet të çmojmë çdo festë dhe të vërtetën e beslidhjes së re. Duhet të mendojmë, Perëndia punoi kaq shumë deri në vdekje duke derdhur gjakun e vet për t'ua dhënë këtë të vërtetë fëmijëve të tij, të cilët i do më shumë. Duhet të reflektojmë mbi këtë. Bibla na ndriçon për vlerën e saj. Ajo që shihet është e përkohshme, por ajo që nuk shihet është e përjetshme. Sioni është vërtet plot me thesare të panumërta të çmuara. Çdo gjë është kaq e vlefshme. Çdo gjë është një kryevepër dhe asgjë nuk është e pavlerë.